kur e shoh lom kërshosht, ja kënë gjitë emnin It's My Love, It's My Life. Del Dardi atëherë, e reklamon në për Instagramat e vetë, edhe bum, 400.000 klikime për njëri. Po është që s'po do më ndresh, o do të masnej, masi që tregu ishi gatshëm kish publik, o do të me marrë vetën në dorë me udheq. Heshtja jeme është hakmarrja më e madhe që ju bëjnë njerëzve të cilët tentojnë me një losë. Më po më interesan nëse ti për një me ke bo bajarge shumë artista, aktor, të famshëm edhe ke mbështetur shumë krejt e tina, ti e përmendë edhe vetë që sa vite e tek, po më interesan a ka me dikan që nështë atë kanë shkput raportet, nuk flet me dikan? Ka, me cilët kom shkput raporte, nuk jam tip hakmars, nështë që kjo është problemi jem që sado që kanë folë njerës në publik për mu, jeta më kam su që ata folin momentin që mesin pa një shpresë, pa një rrugë të cilën ja kum qelon, edhe njerëz automatikisht momentin që mesin gjuhën, ky po fiton ose ky s'na kalon ose që është totalisht e kundërta, ju mësum atë punë. Nuk kom me kërkon keq, po thjesht heshtja jeme është hakmarrja më e madhe që ju bëjnë njerëzve të cilët tentojnë me një los ose me mshkel ose çka do që tjetë. Ka me plot njerëz me të cilët thjesht i iki takimeve, edhe që kash. Qka të ka bo më largu prej dikujna, pra, pa e përmend, kështu po qka u ko një gjest i dikuj ose një diçka që u bo kundrejteje që ma ndejnë është ati këtë thonë, po du me shkput që to edhe mjaftueshëm është. Shpifjet edhe mashtrimet. Ne jemi të njoftun si produksion, unë edhe Antigona po thëmë, që tash kjo produksioni përmban edhe gjithë njerëz që i kem afër me vite, duke i përfshi edhe familjarët të cilët se na këtë biznes e kemi bo gati tash familjar, sepse janë ritmit aty, thjesht nuk e dojë dikush kur shpif, edhe shpesh ja kom jap shancën, ati që ka shpif, ja kom jap shancën, marrë edhe herë që mi kallëzu publikut që një njëri që për një maj pas në bu keq, nuk vje mu. Do të thot, a i kthejet prap, i ha fjallë të veta, mandej vje ku a dele dhe herë, provon edhe herë në dytë me shajt, edhe diku i thojnë, rrisë se s'pas ka gjohë për te e ba. Fix. Ti e përmend e kalim thik kështu It's My Home dhe It's My Love, projekte këtu cilat për një me kanë bo buj në Kosovë, po mdoket. Po edhe hala përmenden, fix hala përmenden. Çu erdhi ideja me kriju It's My Home edhe It's My Love? It's My Love është kriju tu e pas një ide që të rritë me bo debate me zvete. Kur e kemi nisë, nuk jem konë qaq i gatshëm se në atë kohë konë të përgatit një skenë shumë të bukur, shtrajt mirë për një valamala me bu kështu, se do isha dhe karrierën të ishën plesh një teme me mbyllë me ato. E nisëm It's My Lovin si It's My Life. Edhe ka pas një 4 muaj përpara që reklamoj shonë që është jeta ime, do isha për jetën e trive me bo debate. Njëri që i thash urdhna bëne, momentin kur ka dash me gjuhë, tha i kum gjetë njerëz, tha i dëgjojmë, thash nuk e kam skenën gati, ala së ndryqimi su kon gati, i thash, tha po sunim ledhe mu. Thash, okej, bëne një pilot dika tjetër, ka bon studio tjetër dhe e bje, kur e shall lom kërshosht, ja kënë gjitë emnin It's My Love, It's My Life. Qa ki bo kështu? Thot, po sun, për pilot është gjuhë. A do me transmitu, e transmitojmë. Okej, e transmitojmë. Del Dardi atëherë, e reklamon në për Instagramat e vetë, edhe bum, 400.000 klikime për njëri. I thomë këshur tash, vi me gjirojmë këtu, hajde It's My Love, ja kënë gjitë emnin, po shkojmë, po bojmë qështu. Po shkojmë të ndresh, përvum 2, 3, 4, e pash që s'po do më ndresh, o do të masnej, masi që tregu ishi gatshëm kish publik, o do të me marrë vetën në dorë me udheq, edhe pse jeshe pra pane më najtë më pa kamerave, me i qitë pak se në Terezina, ashtë edhe që e lufta ja me ata të rritë e bonit vetën që u rrështë që kushmëria dhe ma shumë, për 400.000 shkaj 800.000, 900.000 klikime vesh në për YouTube, pa folë për rjetët tjerë sociale, edhe pa des fort. Nuk ka qenë ideja që ai emision me qenë si në përputën për dashuni, që se shumë ka pas krahasimet e tilla që o mundu me bo një lloj përputhën. Pikërisht që e përmendë, dhe më thonë na kanë krahasu me përputhën, nuk ka qenë sepse na dëshim me bo dialog me strive dhe që shohin jetën të rritë dhe kështu. Po tash shumë mirë që pa ta ndërhy edhe unë aty si moderator më bo antagonisti atëndve, edhe u shtyshim me mosha me sene që kanë dhe e sfort,
paka shumë e kom përdorur edhe humorin tam aty. Fillim Shqipnia na thoshin që është parodi e kësaj, është emision shumë i dopt, unë e disha fort mirë se ç'kemi të bo, edhe më të kallëzu drejtën, goxha njerëz mas 7-8 epizodave e nisën me marr shumë seriozisht, ja nisën më mbar për asaj edhe me pas se çka po ndodh.